Dieta dhe aktiviteti fizik janë shumë të rëndësishme, sepse në fund fare gjitha është në bazë kalorazhi. Pra dy shtyllat kryesore ato janë dieta dhe aktiviteti fizik. Që ne të dobësohemi, duhet patjetër të bëjmë një kalorazh negativ. Pra duhet që të marrim më pak kalori se sa harxojmë në mënyrë që të na të rregullojmë peshën ose të humbim kjo humbja e kalorisë do sjellë pastaj edhe reduktim në peshë. Por dieta nuk duhet nënkuptuar si diçka strikte, si diçka që mund të zgjasë disa muaj sa të humbim ato kilogramët. Dieta duhet të jetë një stil jete i shëndetshëm, i bazuar në ushqime të papërpunuara, në perime, në yndyrna të shëndetshme, në proteina të cilat kanë vlerë të lartë biologjike dhe duke eliminuar ushqimet ultra të procesuara, sheqernat, yndyrnat e saturuara, të cilat janë shumë kalorike, por janë edhe ushqime që nëse ne i konsumojmë na e shtojnë akoma më shumë oreksin. Kështu që dieta është shumë e rëndësishme. Përveç dietës, aq e rëndësishëm është dhe aktiviteti fizik. Aktiviteti fizik jo i përkthyer domosdoshmërisht në një aktivitet strapacues që duhet patjetër të harxojmë ato kalorit në palestër, të sfilitemi, por më shumë i përkthyer në ruajtjen e muskulit. Muskuli është një organ tjetër që ka veti metabolike, që ul insulinorezistencën, përmirëson dhe djegjen e kalorive. Kështu që ne kur të bijem nga pesha duhet patjetër që muskulin ta ruajmë. Dhe muskulin e ruajmë duke bërë aktivitet fizik, aerobik, por kryesisht ushtrimet e forcës. Pra që janë pesha ose edhe me peshën e trupit në varësi të mundësive dhe të shëndetit që ka çdo pacient. Pra nuk është e përcaktuar që kaq minuta ose kaq orë në ditë, por në varësi të... Jo, nuk është e përcaktuar sepse varet nga problematika e çdo pacientit dhe nga sëmundjet shoqëruese që ka. Por ama ajo që dihet dhe që duhet bërë është që ne duhet ta ruajmë sa më shumë muskulin dhe ta shtojmë sa më shumë masën muskulore. Sepse ajo që pastaj na ndihmon që të harxojmë më shumë energji dhe të ulim insulinorezistencën që është bazë për shumë sëmundje që janë të lidhura me obezitetin. Por gjithmonë, si dieta, si aktiviteti fizik duhen parë si trajtime afatgjata, jo si diçka 2 muaj dhe 3 muaj dhe pastaj ndërpritet. Pra duhet jetë një ndryshim i stilit të jetesës më shumë se sa një dietë e kufizuar për 2-3 muaj.